O Allah, në këtë ditë 21 të Ramazanit, të lutë që të më ruash nga nënçmimi atyre që kanë humbur në jetesën e tyre mëkatare. Lutem për shpirtrat e atyre që jo vetëm që kanë shkaktuar varfëri shpirtërore në shoqërinë tonë, por janë varfëria vetë. Shpirtrat e tyre kanë nevojë për pendim dhe lutem që ata të kuptojnë këtë para se të jetë shumë vonë. Duroja u paqen, mirësinë dhe mëshirën tënde shërbëtorëve të tu, që dëshmojnë për ty përkundër të gjitha situatave. Nëse ti je i kënaqur, frymëzoj umetin të përmirësoj aftësitë përmes mësimeve, ligjëratave dhe pjesëmarrjen në role të ndryshme. I lartësuar dhe i patëmeta je ti, o Allah. Amin.